Dhe dua ta nis këtë fjalë duke kujtuar që teksa ne jemi këtu të mbledhur në këtë hangar të helikopterëve në Francë dhe në Spanjë, mbi 320.000 njerëz i kanë lënë shtëpitë e tyre deri mbrëm. Dhe vetëm në orët e fundit 55.000 banor janë evakuar nga zona përreth Bordeaux, ku flakët kanë hyrë deri në përlagjet e periferisë. Në Spanjë 60.000 njerëz kanë ikur nga zjarri në Sierra Oeste, që thuhet se është zjarri më i rëndë që ka njohur ndonjëherë Madridi në historinë e vet. Dhe vetëm në Francë, vetëm në territorin e Girondes, hektarët e djegur kanë kaluar shifrën 200.000. Një sipërfaqe sa për të krijuar një ide më e madhe se sa Bashkia e Tiranës. Kolegët tuaj francezë dhe spanjoll janë në një front ferri prej ditësh. Jam i bindur që i keni parë të nxirr nga bloza të shtrirë për tokë buzrrugës me kokat e mbështetura mbi helmeta në pamje të paimagjinueshme të sakrificës njerëzore në shërbim të jetës dhe të natyrës. Dhe po ashtu unë jam i bindur që askush nga ju që i jeni përkushtuar këtij profesioni nuk i shikon ata si të huaj dhe nuk i sheh ato lajme si lajme nga bota. Sepse ajo është pamja e një lufte të përbashkët, në një klimë të përbashkët, gjatë sezonit të një vere të përbashkët. Dhe kur sheh qindra mijëra njerëz që ikin të lemerisur me çfarë ju gjendet mundësia të marrin e përduar, është njësoj sikur të shohësh njerëzit tanë për shkak se rreziku dhe sfida është e njëjtë. Prandaj unë dua që edhe me lejen tuaj nga kjo sallë t'ju përcjell një shprehje të solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet, t'i japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet, siç jemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fqinjët tanë kanë qenë në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt Europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall. Sepse zjarri nuk njeh kufi, siç e dini ju më mirë, por edhe solidariteti i njerëzve që luftojnë kundër zjarrit nuk njeh kufi. Dhe këtu kemi një shembull